Mbrëmjen e sotme, banorët e Big Brother VIP Kosova janë vënë përballë një surprize të këndshme nga vëllai i madh, i cili ka vendosur të organizojë një party festive brenda shtëpisë, duke sjellë një frymë krejt tjetër nga ajo e ditëve të fundit. Pas një periudhe të mbushur me debate, tensione, strategji dhe ngarkesë emocionale, kjo festë u shfaq si një moment çlirimi për konkurrentët, duke u dhënë atyre mundësinë të relaksohen, të argëtohen dhe të përjetojnë disa çaste më të lehta larg presionit të lojës. Atmosfera festive, e shoqëruar me muzikë, drita dhe energji pozitive, krijoi një ambient ku banorët u panë më të hapur, më të buzëqeshur dhe më të gatshëm për të shijuar momentin. Festa nuk ishte thjesht një mbrëmje argëtimi, por edhe një hapësirë ku raportet mes banorëve mund të ndryshonin, të forcoheshin ose të merrnin një drejtim të ri, siç ka ndodhur shpesh në këtë forma. Megjithatë, edhe para se festa të fillonte zyrtarisht, vëmendja e publikut dhe e kamerave u përqendrua te Dolce dhe Limit, dy nga banorët më të komentuar dhe më të përfolur të këtij edicioni. Dyshja u pa duke kaluar kohë bashkë në një moment më intim dhe të qetë, larg zhurmës dhe energjisë së festës që pritej të shpërthente pak më vonë. Ky moment, ndonse i thjesht në dukje, u interpretua nga shumë kush si një shenjë afrimiteti dhe rehatie mes tyre. Në pamjet e transmetuara, Limi shihet duke i bërë masazh Dolces, ndërsa ajo duket se e ka shijuar këtë gjest, duke u shfaqur e relaksuar dhe e qetë pranë tij. Gjuha e trupit e të dyve la të kuptohej se mes tyre ekziston një lidhje e veçantë, qoftë ajo miqësore apo diçka më shumë, duke nxitur menjëherë reagime dhe diskutime si brenda shtëpisë, ashtu edhe jashtë saj. Ky moment relaksues u kthye në një nga skenat më të komentuara të mbrëmjes, duke u analizuar në detaje nga publiku dhe ndjekësit e formatit. Skena ka tërhequr vëmendjen e publikut pikërisht për shkak se marrëdhënia mes Dolces dhe Limit ka qenë shpesh në fokus të debateve dhe bisedave brenda shtëpisë. Her pas here, afrimiteti i tyre ka ngjallur dyshime, xhelozi dhe komente nga banorë të tjerë, të cilët kanë shprehur mendimet e tyre mbi raportin që po ndërtohet mes dyshës. Ky episod i fundit duket se vetëm sa i ka shtuar benzinë zjarrit, duke i bërë shikuesit edhe më kurioz për të parë se si do të zhvillohet kjo marrëdhënie në ditët në vijim. Ndërkohë, festa e organizuar nga vëllai i madh pritet të sjellë dinamika të reja mes banorëve, jo vetëm në aspektin e argëtimit, por edhe në atë strategjik dhe emocional. Në një ambient festiv, shpesh bien maskat, dalin në pa ndjenjat e vërteta dhe krijohen situata që më pas mund të kenë pasoja të rëndësishme në lojë. Afrimit, bisedat e sinqerta, flirtet apo edhe keqkuptimet janë element që mund të ndikojnë drejt për drejt në rrjedhën e lojës. Raportet ndërpersonale dhe afërsitë mes banorëve vazhdojnë të jenë një nga shtyllat kryesore që mbajnë gjallë interesin e publikut ndaj Big Brother VIP Kosova. Çdo veprim, çdo gest dhe çdo moment i vogël analizohet me imtësi nga shikuesit, duke e bërë çdo mbrëmje brenda shtëpisë të mbushur me emocione, surpriza dhe zhvillime të papritura. Festa e sotme, e shoqëruar me momente intime dhe situata të veçanta si ajo mes Dolces dhe Limit, duket se do të jetë një pikë kthese që do të diskutohet gjatë në ditët në vijim. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.